Zona Kalaja, aktualisht për të gjithë ekosistemin e mega aferës së portit të Durrësit, cilat janë hapat apo çfarë është në diskutim nga ana e prokurorisë? Atyre ka vrarë veshin syrin diçka? Fare, sepse unë bëj pjesë të ka i grup njerëzish që nuk besoj as në këto propagandën, dhe aq më shumë kur di shumë mirë që Spaku është kthyer në një ministri propagande për këtë pushtet dhe ka bërë gjithë mënyrat e mundshme për të mbajtur në pushtet Edi Ramën. Kështu që Spaku e kishte të gjithë të drejtën dhe mundësin që në tetor të 2022-shit, kur unë bëra kallëzim për herë të parë, që ta hetonte me themel çështjen, sepse në çështjet penale i nderuar, edhe për efekt të publikut, pavarësisht se ti mund të shosh vetëm indicjen, mund të shosh vetëm një element të rëndësishëm, mbase kërkon dhe shumë gjëra nga Spaku, por të paktën Spaku të merret me ato gjëra që kanë interes kombëtar. Pra, jo atë çfarë thot Adriana, opozita apo Igli. Ndërkohë, në të njëjtën qasje veproi dhe gjykata e apelit, flasim gjithmonë, gjykata e shkallës parë, për gjykatat e posaçme, gjykata e apelit, dhe sot çështja është në gjykatën e lartë, për cilën fakt unë nuk është se kam në pritshmëri, për sa kohë që në gjykatën e lartë vijojnë të jenë sokolot e partisë që japin vendime me urdhër nga lart. Tani, ajo që ne në fakt duhet të vazhdojmë të qëndrojmë, sepse unë e thash dhe në takimin që u bë ditën e premte, nuk duket nga opinioni publik puna e vazhdueshme që ne kemi bërë lidhur me portin e Durrësit. Pra, mos harrojmë që deputetët e Partisë Demokratike e kanë çuar 2 herë në gjykatën kushtetuese dhe në fakt është për të ardhur keq se përpos pjesës tjetër të drejtësisë, gjykata më e rëndësishme në vend e ka rrëzuar 8-1 dhe të 8 ata gjyqtar antikushtetues, përveç Soni Labetjes, kanë marrë vendim për të shkatruar historinë, identitetin dhe trashëgiminë e portit të Durrësit. Tani, Igli i tha gjëra teknike dhe nuk kam arsye të shtoj më shumë sepse duhen emisione pafund që të merren me portin e Durrësit. E para njerë duhet jetë naiv ai njeri që e shikon portin e Durrësit si aferë korruptive. Është më e pakta aferë korruptive. Është qartasi aferë antikombëtare dhe kriminale. Dhe patjetër që edhe iniciativa e Ballkanit të hapur ka qenë një nga elementët që kanë ndikuar nga ana e Serbisë që ky port të mos ekzistojë. Sepse llogaritjet nga... Do të thënë një sekond. Patjetër. Se duket si ato rreshtat që lexonte rubrika dosierës se si komunistët me Miladin Popovićin erdhën pushtet dhe vranë po shqiptarë. Janë të njëjtët. Një sekond, ti po thua që për interesat të Serbisë, Rama vendosi të zhduk një gjë që nuk ishin zhdukur romakët, hunët, gotët, po dhe ato që visigotët. ndërtuan, më fal, ato që ndërtuan, nuk e ndërtuan as në Shijak, nuk e ndërtuan as në Spille, nuk e ndërtuan as më lart. Pra, është bërë një studim nga atë nivel shkence që kishim në atë kohë, është bërë një studim dhe ti përpara se të bësh një investim të ri, aq më shumë që dua ta theksoj që në marrëveshjen 145 të 2020-s ka qenë termi zhvillimi i portit të Durrësit. Pra, në asnjë moment nuk ka qenë shkatrimi i portit Durrësit apo port jahtash. Edhe ke marrëveshje e parë me Alabarin, po thua nuk... Jo me Alabarin, është bërë me Emiratet e Bashkuara. Me Emiratet e Bashkuara. Se pastaj ndryshoi. Ikën Emiratet e... Vetëm këto element duhet të detyronin gjykatën kushtetuese ta rrëzonte. Një sekond. Marrëveshja e parë, kur vull diskutim po thoni, ishte që porti i Durrësit do pasuroj, do vazhdonte shërbimi portual. Ç'a kupton me zhvillim? Të shëmbët dhe të bëhen pallate? Ja vetëm kaq. Zhvillimi funksion, se puna është ke funksioni. Porti ka funksion. Zhvillimi i portit të Durrësit dhe aq më shumë që marrëveshja e parë ishte me Emiratet e Bashkuara dhe u përcaktua që do kemi një devijim nga gara, pra do shkelnim për momentin më thanë
dhe nenin e kushtetutës që çdo njeri duhet jetë i barabartë në garë, por nga ana tjetër, ne do kishim një kompani shumë serioze, do kishim kompaninë e Marr, e cila kishte në kurriz edhe një historik të madh, edhe fonde, edhe eksperiencë, edhe para. Pra ishin 3 element të cilët sot duhet të analizohen nga çdo individ dhe nga çdo shtetar, se bëhet një raport fizibiliteti. Ne sot nuk kemi një raport fizibiliteti. Ne sot kemi kaluar nga kompania e Marr, kaluan fillimisht ke Simfoni, ka ajo që unë e kam thënë edhe këtu nuk është e rastishme, se kështu këtu ble opozita, u ble Lulbasha në 3.600.000 shqiptar, kompania e Marr gjeti administratorin e Erioni Sufit. Do me thënë, dhe 5 punonjës të Erioni Sufit punonin ke Simfonia, si shumë e çuditshme për të qenë e vërtet. Ndërkohë që edhe Simfonia vet i shiti aksionet. Po ku jemi, me qa aksionesh jemi? Jemi me 10.000 lekë të reja aksione kapital. Pa historik, me kompani offshore, dhe mbi të gjitha ne sot nuk dim kush është pronari fundar. Dhe nuk është Alabari, fara, akum. Po Alabari nuk del. Po janë disa të tjerë që kanë pjesën maksimale, prava. 60%. Dhe nuk i dim se kush janë. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, është e përmendi pak Igli, do ketë 2 faza investimi nga Alabari, 80 milion fazën e parë dhe 80 milion fazën e dytë, nuk është bërë asgjë, harruam ne që aty filloi shitja e ajrit pa leje. Filloi shitja e ajrit, pra apartamentet u shitën pa leje. Duhet harrojmë ne faktin që u bë dhe ligji i pasaportave të arta? Po. A mbani më që u bë kusht që duhet të blije një apartament në Durrës, që të merje ishte një nga kriteret për të marrë pasaportën e artë, me që se ra po, sigurisht. Dhe diskutimi, se ja dham dhe pasaportën e artë, sa filloi jetimi për ish kryebashkiakun e New Yorkut, Bajram Bega është i pari, sepse merr urdhër për të dhënë pasaportat e arta. Pra, e gjitha kjo nuk është as ndonjë diskutim konspirativ, janë fakte të dhëna, të vërteta, sepse qëllimi kryesor ka qenë shkatrimi i portit të Durrësit. Ndërkohë, unë e them me garanci maksimale, përveç asaj që diskutoi Igli në raport me kreun e dhomës amerikane të tregtisë, unë absolutisht nuk besoj që kjo është një qasje personale e këtij drejtuesi, por kjo është një qasje e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë që dua të kujtoj për publikun që ka patur një reagim në mënyrë konsistente nga ana e NATO-s dhe e generalit Kavoli. Po të shikoni reagimin e generalit Kavoli, sa që të vjen dhe turp në fakt se nga kush kryeministër përfaqësohesh, ndërkohë që kryeministri Rama thot porti i Durrësit është kënet, nga ana tjetër ne kemi një general të NATO-s që unë kam informacionin që ka lobuar shumë, por kam dhe një informacion shumë të rëndësishëm që dhe njerëzit afër Ramës ose kundërshtar të Bela Mafias kanë lobuar shumë tek ky general dhe tek general të tjerë dhe lobimi i tyre, duke qenë se janë dhe pjesë e mazhorancës, pra është më i besueshëm lobimi se sa një lobim i opozitës, ka bërë që të anullohet edhe tenderi i tretë për Porto Romanon dhe në informacionet që kam është Elisa Spiropali, një nga lobuset më të mëdhaja. Po na shpëton Elisa, domethënë. Po na shpëton, po bën detyrën e vet si shqiptare, sepse unë mendoj që edhe një socialist i ndershëm ka gjithë mundësinë për të bërë detyrën e tij si shqiptar. Le t'i lëm për momentin, e tha Igli shumë mirë, politika ikën dhe vjen, deputetët ikin dhe vinë, asnjëri s'është i përjetshëm, ndërkohë porti i Durrësit ka 3000 vite. Nuk kemi pse për çmendurin dhe psikopatin e një kryeministri, edhe për aferat e tij, patjetër sepse ai s'bën asnjë hap pa interesin personal, ne të zhdukim një trashëgimi